në stadium, në një ndeshje ku tanët debutuan me fanelat e Adidasit, të brendit të ri, sponsorit të ri të kombëtarës së Kosovës, dhe ku nuk ishin disa prioritarëve kryesor, por megjithatë në pjesën e dytë Kosova arriti të jemi që të paraqitej mirë, por nuk arriti që të shmangte disfatën. Dua ta nis me Lumnicën. Lumnica si e pe këtë miqësore të Kosovës, edhe me rruret e reja dhe ndryshime që bëri Foda në formacion. E zbet, jo për shkak që kundërshtari është tetë më i fortë se sa ne, po për shkak të paraqitjes së kombëtarës sonë. Kjo paraqitje është e zbet për arsye që ka shumë modifikime në formacion, në vendosje, etj. Këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me rotacion të emrave, por të skemës. Për herë të parë Foda aplikoi një skemë tjetër që për dallim të asaj që ka të suksesshme 3-5-2, do të thotë 4-4-2 vendosje dhe nuk doli tjetë e mirë. Më gëzon fakti që vinë futbollistë të rinë kombëtarën e Kosovës dhe uroj ata që ta shpagujnë veten edhe të kanë hapësirë, por në anën tjetër i dhënon apo më irriton fakti që disa futbollistë të rëndësishëm nuk paraqiten në ndeshje qoftë edhe miqësore. Unë e di që ndeshjet miqësore janë edhe mu testu futbollistë rinj, unë e di që ndeshjet miqësore janë edhe për mi dhënë minutazh futbollistëve që s'kan pas në cikël, por pesha e tyre e futbollistëve eminent Kosovës duhet jetë aty qoftë në stol, qoftë në grumbullim apo qoftë në secilin mënyrë në grumbullimet e Kosovës. Po thua nga informacionet që ke po flet, apo vetëm jo, po flas nga ajo që nuk janë prezent ata lojtarë. Nuk janë prezent. E Kosova. Nuk janë prezent. A do duhet të ishin Ben? Kur do të me lutë Korenica o vlo? Non stop listë rezervo. Po flasim për lojtarët në Romani. Po Lumnica mund t'i dërgoj me emër. E qartë. Ramani, Zhegrova, Uriçi, Korenica. Se kur lunaj. Për Korenicën Top nivel. jetë botërisht opinionit që ti thua që e meriton ai tjetë edhe në ndeshje zyrtare. Unë menoj hiç Uriçin që ka pas secilën ndeshje ka qenë startues me Kosovën, Ramani o Zhegrova është dashur të jenë të grumbulluar. Asnjë arsye personale, objektive apo subjektive. Për me bëni krahasim te Italia, është përzgjedhur Baldini prej Unisenishit, dhe këto dy miqësore që i ka me Luksemburgun edhe Greqin ka vendosur që me i ftu vetëm lojtar U20. Por ka qenë kapiteni Donnarumma, që është paraqit të Baldinit e përzgjedhësi, ka deklaruar që e sheh të detyrueshme si kapiten me u paraqit edhe me qenë me kombëtarën, kështu që besoj që edhe lojtarë tjerë kanë është vetëm prezenca. Bravo, ka qenë desh me qenë. Sidomos Zhegrova që një kohë gjatë nuk po luan që jemi mësuar me pa te Kosova. A do të luante Zhegrova po të ftohej? Duke marrë parasysh që nuk luante në ndeshjet e fundit. Gjithsesi. Besoj që po. Startues. Sidomos masi nuk ka ndonjë objektiv ndeshje është miqësore. Kundërshtar kjo ndeshje serioze sepse Çekia nuk është një kundërshtar do si do. Sa për me lanë edhe me shfrytzuar një datë të terminit. Është kundërshtar e respektuar në Evropë. Dhe ky kundërshtar edhe kjo miqësore ka qenë edhe për të, edhe për minutazhin e tij që me i tregua selektorit edhe krejt opinionit që ka potenciale edhe për Kosovën duhet jetë harruar. Sidomos pas modifikimit formacionit. Ne kemi pasur që Zhegrova ka pas të lashëm me formacionin e kaluar, kështu që një modifikim i tillë apo një ndryshim duke u përshtat pak stilit Zhegrovës, kishte qenë shumë e mirë edhe për lojtarin, por edhe për opsione tjera për Franco Foden. Pikërisht dua ta pyes edhe Lumnicën për këtë formacion, çfarë mendon për këtë formacion që luajti sot Lumnica? Adensi Lorin, ndeshjet miqësore janë ndeshje që testohen, edhe skemat edhe individet tjetër dhe nuk miren me aq shpesh apo me aq seriozitet deri në detaje pse dështuam apo pse jo. Do të selektori, këto organizohen për selektorin dhe për futbollist në mënyrë që të shtrojë diçka për te një ndeshje zyrtare që nuk e ka guximin me bë. Dhe kjo është bazike që ai po e ndron edhe vendosjen. Do të po provon diçka që potencialisht a mundet në ndeshje zyrtare me harrojmë që edhe Republika e Çekisë nuk ishte me formacionin më të mirë. Disa prej lojtarëve kryesor nuk ishin fare të ftuar për këtë ndeshje. Patrik Shik të fare. Çdo koha e pushimeve. Çekia po bëhet gati për Kupën e Botës. Po, lindi për me bëni batut, po më bëni përshtypje kjo titulli që kemi aty pse humbi Kosova ndaj Çekisë. Unë Arturi nuk mundemi me ditë se kemi qenë në komentim. Edhe është interesant, është hera parë besoj që ndodh në botë, kampionati elitar në një vendi me luajtur njëjtën kohë me kombëtarën, është shumë interesant. Shumë e çuditshme kjo. Shumë e çuditshme realisht. Sinqerisht, jashtëzakonisht të çuditshme. A ka mundur të ndrojë termini? Patjetër. Të jepej prioritet. Po besoj që kishin shumë me lut. Ja,
Po më nëjnë klubet. Po. Klubet ka mujtë me lunë në të shtunën. Barazhi Ka që ndeshja miqësore me Çekin, unë mendoj që ka qenë e imponuar nga kundërshtari. Shtunën Ka ka qenë orari e tyne. Sepse nuk është lehtë me aranzhu një ndeshje me kundërshtar serioz, po duhet Po mi ti këshilluar menaxhon orët e tyre. Nivel Gjithsesi duhet kampionat që mu ke menaxhu. mundësi. Gjithsesi duhet mu menaxhu. Superliga ka mujtë pas një problem me u lut ditën e shtunë. sepse të pranë të një lujtë barazhi. Për që kujtuar shikuesve, në të njëjtën kohë, pra në orën 16, ka luajtur Kosova kundër Çekisë dhe në të njëjtën kohë kanë nisur 5 ndeshjet e fundit të këtij edicioni në Superligën e Kosovës. Pra, gjatë asaj periudhe, andaj po thotë edhe Loriku që nuk ka pasur mundësi ta shon ndeshjen sepse është dashur të komentohen ato ndeshje dhe Arturi ka Kanë mujtë qindra trajner, qindra futbollist, analist, opinionist. Njerëz tifoz nuk kanë mujtë shkaku që ndeshjet e Superligës kanë pas xhirën e fundit edhe mbase kanë pas fokus, edhe pse Ani se me Andorrën tash s'ka. Arben, a ke kështu Gjilanin apo Kosovë? Sot, Po sot. Gjilani. Edhe Lapin. Gjilanin. Isha ndërkohë me ato, Elize. me Ferizajin. Edhe Dugajin me Ballkanin, trijat. Laptop, televizor, telefon. Mos ke ndikut diçka ti, për dhe sa ka qenë prioritet. Unë edhe nisë kemi shumë dikim, mos vetë, zot runa. Po më çudit Gjilanin edhe Lapin para Kosovës që ke po. Se dia e sinqert apo bëre shakok. Ako, me disponu pak, se Dindi- pa gjumë që 2 ditë 2 natë. Po shumë, edhe 2 ditë 2 natë mos flej heq. Allaj problem se, ha? Mirë që e bëra këtë pyetje në shtesë sepse pat me mbete pas çarun. Pa tjetër, Dinde, Kosova është e para kredit, se në jemi qëta A e përsollin ndeshjen e Kosovës sot? Po. Edhe? Si të duk? Realisht Kosova provoi disa prej lojtarëve të ri me formacionin siç e tha Lumnica 4-4-2. Disa prej lojtarëve themi nuk është që i pash në 100% e tyre. Megjithatë në këtë pozicion ku jam, unë nuk është që mund të jap edhe shumë opinionin tim, por besoj që disa lojtarë të cilët luajtën mund ta kenë bindur trajnerin Foda për t'i ftuar në ndeshjet e ardhshme dhe Si për shembull? t'i inkuadroj. Unë besoj shumë që lojtari që inkuadruan në pjesën e dytë, cili debutoi, Luan Hoxhaj, mos jo është apo. Matoshi? Ivokazi Matosh. Ivokos. Matoshi. Matosh. Matoshi është lojtar interesant. Valmir Matoshi. Luajti disa minuta në pjesën e dytë, po që kam bëri përshtypje shumë ishte Baton Zabërgja. Domethënë, te goli i realizuar është merita e Baton Zabërgjës. Nëse regjia mund na shfaq në ekran, pra iniciator i aksionit ishte Zabërgja. Zabërgja nuk është që ka pasur edhe shumë hapësirë te Kosova. Shikojeni mënyrën se si avancon, Edhe nuk mënyrën se si e nis rëzohet, që? aksionin. 2 raste u faullu. Dhe pastaj kombinimet ishin fantastike mes Fisi, po me... Fisnikut dhe Gallapenit. Dhe goli i realizuar në fund nga Në këtë emision këtu të këmë thonë, para një kohë shumë mëti... Gallapeni. Jo, për Zabërgjën, që tash bu, po më interesën Zabërgjën me pasën të. Ku marua ka... Paraqitit bukur pati edhe Ermal Krasniqi. Super litor. edhe Ermali. Doja që ka bu me për këto Zabërgjë. Ndoshta Ermal Krasniqi Zabërgjën do në të disa futet në futbollistë ndeshjet e tjerë ardhshme. të krahat po i penalizëm pozita ku luajnë. Do të thotë ne në krah kemi konkurrencë të madhe. Edhe ti nuk mundesh mi ftu 8 futbollist me tipare të sulmuesit të krahut krejt. Sepse duhet mi majt balancat ne kemi. Ne kemi nevojë për mësueshor qendror. Abdullahu s'ka qenë ndeshjet e kaluara, u dash me zbulu tjetrën kanë me marr. Do të thotë ne janë do pozita specifike ku ti ki mungesa që duhet mi pas. Edhe çdo herë për sulmues të krahut, trendi që është të shku i shqiptarëve në Evropë që janë të lu, ka me kon debat në për studio pse është e pse nuk është. Sepse janë në sasi shumë, e në anën tjetër selektori i mon balancat e pozicionit. Se ka qare. 2 lutë. qare. Mujnë 8. Mirë, para se shkojmë publicitet shkurt, regjia na lutem na jepni materialin numër 15 tek fanelat, që e diskutuam pak më herët, fanelat e reja të Adidasit. Si ju duken, Andi, atë pëlqyn? Pëlqyn edhe bashkë kesh kurios, a ka faqe zyrtarët Adidasit ku mundën me porësit ose me i ble, a kanë fut hajdo ajo, po më kanë pëlqyn. Po kam informacion ende jo, nuk janë në shit. Me të pa mundësin gjithsesi do të me... Se ti pe klima e letë, se pa mund është me i marë. E la, do të me këshur me prit dhe le. Mirë. Bukur apo më dukën që ishin pak më të mëdha se sa që i duheshin lojtarëve. Ka është verës për me qenë ma freskët, i veshin ma të gjera lojtarë. Se për ndryshe slim i Duk që ishin një numër për gjithë. Xela. Ja.
Ky Racica... Adidas është brand. Adidas. Mirë për mu s'kave që ne i kësha pas qep me pasat shenjën e vjetër. Shumë më mirë se kjo. Shumë më e bukur, shenjë e vjetër është jarëza po. E Adidas. Logoja e vjetër. Po Gjermania i patë... Sa në mirë, sa në mirë, Po gjithë pritojnë edhe ata me shkru shumë, arto. Adidas. Mirë. A shkojme pak marketing, Lindje? Shkojmë. Hajde, marketing.